Meditim për kohën e Kreshmës. E premtja e 4 e Kreshmës, shërbimi ndaj të afërmit, takimi me Krishtin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes Unora Ukaj në këtë premte të 4 të Kreshmës. Kështu pra, deri më tani kemi medituar mbi rëndësinë e fjalës së Zotit si ushqim për shpirtin ton. Sot në këtë ditë të premte, që tradicionalisht na fton të reflektojmë mbi sakrificën e Krishtit, dëshiroj që të thellohemi në një aspekt thelbësor të jetës së krishter dhe të Kreshmës, pra në shërbimin ndaj të afërmit, si një shprehje konkrete e dashurisë son ndaj Zotit, por edhe si një mënyrë për të takuar vetë Krishtin. Për sot, le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 25, vargje 34 deri 40, ku Jezusi e identifikon veten me të vegjëlit. Atëherë mbreti do të thotë atyre që do të jenë në të djathën e tij: "Ejani të bekuarit e atit tim. Merrni në pronë mbretërinë që u bë gati për ju që prej fillimit të botës. Sepse pata uri e më dha të ha, pata etje e më dha të pi. Isha shtegtar e më përbujtët, isha i zhveshur e më veshët, i sëmur e erdhe të më shihni, isha në burg e erdhe tek unë." Të drejtët atëherë do t'i përgjigjen: "Zotri, kur të pam të uritur e të dham të hash, të etshëm e të dham të pish? Kur të pam shtegtar e të përbujtëm, të zhveshur e të veshëm? Ose kur të pam të sëmur ose në burg e erdhem te ti?" Mbreti do të përgjigjet: "Për të vërtet po ju them, çka do bët për njërin ndër këta vëllezrit e mi më të vegjël, e bët për mua." Të dashur dëgjues, kjo pjesë e Ungjillit është një nga më sfidueset, edhe më thelbësoret për besimin ton. Jezusi na tregon një mënyrë të qartë se dashuria ndaj Zotit është e pandashme nga dashuria ndaj të afërmit, dhe se ai vet identifikohet me më të vegjëlit dhe me më të pambrojturit. Kreshma me theksin e saj te lëmosha na fton që të praktikojmë shërbimin ndaj të afërmit. Lëmosh nuk do të thotë që thjesht të japësh para. Ajo është një akt dashurie që buron nga një zemër e ndjeshme ndaj nevojave të tjerëve. Ajo mund të jetë një dhurim në formën e ndihmave materiale, por mund të jetë edhe dhurimi një pjesë nga koha jon, nga vëmendja jon, dëgjimi ynë, apo nga lutja jon për tjetrin. Le ta pyesim pak veten: a jemi të vetëdijshëm se kur i shërbejmë një të varfri, apo një të sëmuri, një të vetmuari, një të huaji, në fakt po i shërbejmë vetë Krishtit? Kjo ndryshon plotësisht perspektivën tonë. Shërbimi nuk është një detyrim, por është një privilegj. Është një mundësi për të takuar dhe dashur Zotin. Bota jonë është plot me vëllezër më të vegjël të Krishtit. Ata mund të jenë pranë nesh, në familjet tona, në punën tonë, në lagjën tonë. Ata mund të jenë të uritur jo vetëm për bukë, por edhe për dashuri, për dëgjim, për kuptim. Ata mund të jenë të etur jo vetëm për ujë, por edhe për shpresë, për paqe, për mirëkuptim. Kreshma na fton
që të dalim nga zona jonë e rehatisë dhe të shohim me sytë e Krishtit. Kreshma na fton që të jemi të vëmendshëm ndaj nevojave të atyre që na rrethojnë. Kreshma na fton që të mos kalojmë indiferent pranë vuajtjes, por të ofrojmë ndihmën tonë sado e vogël që mund të jetë ajo. Shërbimi ndaj të afërmit na ndryshon për mirë. Ai na bën më të ngjashëm me Krishtin, i cili nuk erdhi për të shërbyer, por për të shërbyer dhe për dhënë jetën e tij për shpëtimin e shumë kujt. E duke shërbyer, ne rritemi në dashuri, në përulësi dhe në bashkimin ton me Zotin. Të lutemi së bashku. O Zot Jezus, Ti që u bëre shërbëtori i të gjithëve, na mëso si të shërbej me zemër të hapur dhe me dashuri të vërtetë. Na ndihmo që ta njohim fytyrën Tënde, në më të vegjëlit dhe më të pambrojturit. Bëj që shërbimi ynë të jetë një dëshmi e dashurisë Tënde dhe një rrugë drejt bashkimit më të thellë me Ty. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të premte ju ftoj që të bëni një veprim konkret shërbimi ndaj dikujt në nevojë. Mund të jetë një vizitë e një sëmur, një ndihmë për një të moshuar, një fjalë inkurajuese për një të dëshpëruar, ose thjesht ta dëgjoni me vëmendje dikë që ka nevojë të flasë. Bëjeni këtë veprim me vedijen se po i shërbeni Krishtit. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim përsëri nesër në meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.